A ka pretendime për pronësi mbi atë territor? Për herë të parë dje dëgjova që aty pas ka një popullsi homogjene greke, këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, ndoshta nga që jam ignorant dhe nuk i di shumë gjëra. U mahnita nga deklarata e ministrisë jashtme të Greqisë, sepse ishte një akt dhune pa diskutim, por nuk ishte një akt dhune shtetërore, siç për shembull ndodh me shqiptarët në burgjet e Greqisë. Ose siç ka ndodhur më parë me shqiptar edhe në rrugët e Greqisë. Ishte një akt dhune nga një roje, grup rojesh private. Dhe që të ngrihet shteti në këmbë dhe të nënvizoj etnin e protestuesit, kjo është diçka që sipas meje nuk i shërben marrëdhënieve tona, që janë përsëri në ditët e tyre më të mira.